djali mitun I cili është rrit në duar të trashëgimtarëve të terroristit Lavdrim Muhaxheri. Flasim për islamin radikal. Ka islamofobi në rritje. Asja e policit Muhamet Lika, rinia islame në Kaqani. Në këtë drejtim Kosova për çdo herë më shumë është kavonohet në trajtimin e kësaj çështje dhe kur e trajton çështjen mendoj që e trajton shpesh herë më shumë në mënyrë të gabuar se sa të duhur. Lavdrim Muhaxheri, 10 vjet burgim, Zekria Qazimi. Edhe a nuk kemi pas na për shembull lider politik që kanë thonë që neve Evropa s'na dëm për shkak se jemi musliman. Kurani në gjuhën shqipe I pari është përkthyer me fondet e Beogradit. Por ka pas një udhëhec fetar si Recep Boja, ty me fllitçanave nuk ju ka lënë vetë. Edhe tash kjo është ndërtuar për ligjerimeve të ndryshme politike, duhet me kuptuar. Po jo vetëm politike. Për ligjerimeve edhe të krerëve fetare kështu më. Se shumica prej tyre janë IT dhe financimin tashmë e kanë me kriptovaluta. Vlerimi Sufaj ky regjim, ky pushtet nuk e do. Unë s'kam kuptuar kur pse për shembull mundet me pas njerëz me bindje fetare brenda lëvizjes vendosur. Indjeri Muhamet Lika I thotë duhet me ardha në stacion me dhënë deklarat, pastaj e merr telefonin dhe 2 ditë më vonë vritet. Ndiqet me 2 vetura, ndiqet këmbë, veturat me dritat e fikuna. Ky grup është terrorist, sepse Serbia neve na dën të islamizuar. Dakor, veç nuk I shashtiket me infes me çfarë. Natyrisht, Ka raste individuale, ka edhe raste shumë pozitive.